Përshëndetje, ja pra ku jemi këtu me parashikimin vjetor, por do të nisi me shenjen e dashit dhe një hyrje për ndikimet dhe favorizimet e këtij viti, çfarë ndodh dhe ku duhet të bëjmë kujdes, sepse në disa raste në vërtet jemi koshient për atë që po ndodh dhe çka do ndodhi, por le të shikojmë, të hedhim një sy dhe pastaj flasim për shenjen e zjarrt dhe e ndikimit të madh që është dashi. Ndërsa hyjmë në vitin 2026, ndikimi astrologjik që formohet nga dinamika të forta, dhe cilat tregojnë një vit transformimesh të thella, paqëndrueshmëri, por edhe mundësisht për ripërtëritje. Muaji i parë i vitit sjellin aktivizime të lidhura me Mërkurin, Jupiterin dhe afërditën, duke ndikuar fuqishëm në komunikimin, marrëdhëniet dhe botkuptimin ton. Në veçanti, këndi Mërkur-Jupiter në fillim të vitit inkurajon zgjerimin dhe të menduarit për një ndikim mjaft të madh, por në njëkohësisht Mërkuri me Jupiterin sjell disa nervozizëm dhe pasiguri, duke na shtyrë të largohemi nga modelet e vendosura më përpara në një nivel kolektiv. Ka të ngjarë që të ketë trazira në lidhje me ndikimin e këtij viti, politikat arsimore, debate publike ose ndërsa një nivel tjetër që mund të kemi në anën tonë. Theksohet që eksplorimi i ideve të reja dhe nëse ato bien ndesh me besimet paraprake. Fillimi i vitit përforcohet gjithashtu nga këndi Afërdit Neptun, i cili thekson nevojën për romancë, ide në lidhje shpirtërore, ndërsa ky favorizon kreativitetin dhe frymëzimin artistik e gjithashtu mbart rrezikun zhgënjimin, veçanërisht kur imazhi ideal nuk korrespondon me realitetin. Vendimet financiare kërkojnë kujdes, ndërsa marrëdhëniet ndërpersonale ndikohen nga ngarkesa të forta emocionale. Takimi Mars-Saturn në shkurt, një kënd i fortë, kufizues dhe i fokusuar, nxjerr në pa nevojën për disiplinë, veprim strategjik dhe rezistencë ndaj vonesave ose kufizimeve të jashtme. Tensionet globale që mund të intensifikohen veçanërisht rreth çështjeve të pushtetit dhe stabilitetit gjeopolitik. Marsi dhe Prilli sjellin një dinamikë të fuqishme në transformimin me Plutonin, Afërditën dhe Marsin në këndet që intensifikojnë nevojën për ristrukturim të brendshëm dhe ripërcaktim të marrëdhënieve, vlerave dhe dëshirave. Ndikimi Jupiter-Pluton në mesin e Marsit është një pikë kyçe për skenën botërore, pasi paralajmëron konflikte midis fuqive të vjetra dhe forcave të reja në rritje. Në një nga nivelet individuale, kjo periudhë kërkon autenticitet dhe guxim për të braktisur strukturat që nuk i shërbejnë më evolucionit. Këndet e muajit prill, veçanërisht me pjesëmarrjen e Uranit dhe Saturnit, ofrojnë mundësi për balancimin dhe konsolidimin e ndryshimeve progresive dhe një bazë realiste. Inovacioni dhe kreativiteti takohen me stabilitetin, duke çuar në zgjidhje praktike dhe zbatime të iniciative me një ndikim të afatgjatë. Kjo lidhet shumë edhe me disa mënyra dhe mundësi që mund të keni, për shembull, ose me ndryshimet që mund të bëjnë brenda këtij viti. Ndërsa viti përparon, maj dhe qershori karakterizohen nga këndet pozitive të komunikimit dhe rritje shpirtërore, por edhe nga trazira të papritura. Urani bëhet një katalizator për ndryshimin veçanërisht përmes ndikimeve dhe tërkëndshëm koneksioneve të ndryshme në planetet personal. Kjo është një periudhë zhvillimesh të shpejta në teknologji, sepse maji gjithmonë është muaji më i mirë për gjëra të mëdha. Aktivizimi i Plutonit drejt fundit të qershorit shton thellësi dhe pesh zhvillimesh ndërpersonale dhe ekonomike, ndërsa në korrik përfshirja e Marsit dhe Saturnit në këndet të tensionuara intensifikon konfliktet dhe dilemat e pushtetit. Kjo është një periudhë veçanërisht e ngarkuar, e cila megjithatë ofron mundësinë e një ndarjeje vendimtare me të kaluarën, me kusht që konfliktet të trajtohen me ndershmëri dhe përgjegjësi. Tremujori i fundit i vitit 2026 çon në një proces integrimi dhe asimilimi të ndryshimeve thelbësore që kanë ndikuar dhe do të ndikojnë. Tetori përforcon temën e rindërtimit, duke sjellë përballjen të testojnë qëndrueshmërinë si individualisht ashtu dhe kolektivisht. Aktivizimi i Saturnit dhe i Neptunit në Vjesht imponon nevojën për qartësi, ndarje të brendshme dhe vetdije shpirtërore.
veçanërisht ndërsa I afrohemi përfundimit të vitit. Nëntori dhe dhjetori theksojnë rëndësinë e introspeksionit, sintezës dhe si përvojë dhe përgatitje për ciklin që do të pasojë. Prania e Plutonit në rreshtimin përfundimtar sugjeron që transformimi I brendshëm është I pashmangshëm dhe I thellë. Viti mbyllet me një ndjes të fortë se disa cikle po arrin mbylljen e tyre ndërsa në të njëjtën kohë ofrojnë mençuri dhe terren për fillimin e cikleve të reja. Por para se të filloj me këtë shenjë kaq të rëndësishme dhe kaq pozitive që do ta fillojmë me shenjën e vendimeve të ndryshimeve të mëdha të shenjës së dashit, por unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që interesoheni për një parashikim shumë të detajuar, në detaje për juve që interesoni për parashikim vjetor, mbi që do flasim mbi agjendën vjetore me 365 parashikime. Dhe këto parashikime mund bëhen në ndashtë që të merrni në emailin tuaj, ndashtë të keni në live, në sa herë doni kur të dëshironi juve. Dhe si mund të bëhet kjo? Kemi pikërisht dritaren aty, e klikoni dhe më pas I rregulloni në lidhje me ato që juve kërkoni dhe doni që të dini. Gjithashtu, ajo ka të bëjë shumë me anën e ndryshimeve dhe kohën e duhur për marrjen e vendimeve dhe të çështjeve të tjera që kanë të bëjnë. Megjithatë, duke bërë dhe ndikuar në çështjet planetare, është momenti dhe koha e duhur, pastaj për të parë se ç'do të bëni apo juve që keni dëshirën për punën, për karrierën, gjithçka I keni atje, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, nëpërmjet WhatsAppit, për juve ku do ndodhin në Shqipëri apo dhe në diasporë dhe gjejmë zgjidhje mbi çështjet që juve dëshironi dhe kërkoni. Tani, le të hedhim një sy shenjës më të ndikuar, shenjës më me fat dhe më të ndikuar pozitivisht dhe kujdesi që duhet bëjnë për të gjithë vitin. Në përgjithësi, por do ta bëjmë më të zgjeruar dhe do ta fillojmë me shenjën e dashit, pastaj gradualisht dita ditës, java javës do kemi dhe shenjat me radhë nga dashi deri tek peshqit, por për momentin do flasim për dashin, pastaj do flasim për demin, e kështu me radhë sepse e kemi bërë si traditë tani që të flasim në mënyrë më të zgjeruar, jo të përgjithshme, do flasim për shembull dashi për muajin janar, për muajin shkurt, për muajin mars, e kështu me radhë për 2012. Tani, ajo që do ka të bëjnë, që do thot shenja e dashit në parashikimin vjetor. Flasim në vjet përgjithshme. Viti 2026 për juve të shenjës së dashit është një vit që I karakterizuar intensive të jashtme. Hyrja e Saturnit në shenjën tuaj nga shkurti ju përgatit të rishikoni strukturat personale dhe qëllimet tuaja, ekzekuton nevojat për pjekuri dhe disiplinë. Ndërsa në të njëjtën kohë, marrëdhënia juaj me pjesën tuaj krijuese dhe aktivizon diçka më pozitive sepse përmes lidhjeve që do të thotë në anën e Saturnit dhe Neptun është një periudhë dhe e përshtatshme për të shtruar nga modelet e vjetra dhe për të hedhur themelet të forta për një të ardhme të afërt. Për sa kohë që shmangni lëvizjet e nxituara dhe për sa kohë që juve keni dhe mundësit që ju jepen në anën tuaj, dhe kjo është një periudhë e përshtatshme për të shtruar nga çdo gjë, dhe të shmangni lëvizjet e nxituara dhe nuk lejon që pasiguria t'ju marrë me vete. Ndikimi Jupiterit në fushën e komunikimit ju jep mundësinë të zgjeroni horizontet tuaja, të zhvilloni njohuritë e reja dhe të pretendoni mundësi që deri më tani ju dukeshin të largëta. Megjithatë, duhet të keni kujdes të mos I tejkaloni kufit tuaj ose të investoni në plane për një bazë të mirë sepse 2026 nuk favorizon spontanitetin por të menduarit strategjik. Sekreti është të ruani një ekuilibër midis ambicjes dhe praktikës. Në të njëjtën kohë, viti 2026 do t'ju detyrojë të jeni
identitetin tuaj autentik dhe të ndaloni se luajtëri role që nuk ju shprehin më. Do të ketë sprova që lidhen me besimin në veten tuaj dhe zgjedhjen tuaj, por do t'ja dilni me më fort se herë të tjera, ndryshime që do të lindin dhe do të keni në ndikim afatgjat dhe do të formsojnë mënyrën se si do të esni në përjetën tuaj në vitet që do vinë. Për sa i përket ndryshimeve dhe mundësive në dashuri, sa i përket dashurisë të vitit 2026, do të nxjerrë në pa valë intensive emocionale dhe teste të ndershmërisë dhe kufive. Nëse jeni në një lidhje, do t'ju duhet të merreni me disa procese ku pritjet dhe nevojat nuk përputhen dhe keqkuptimet ose paqartësitë që mund të lindin për shkak të aspektit afërdit Neptun. Sfida është të mos lejoni që romanca ose iluzionet t'ju mashtrojnë, por të komunikoni hapur dhe qartë me njërin që keni përballë. Angazhimi dhe besimi testohen për ata që mund të bëhen më të fortë nëse zgjidhin ndershmërinë si themel. Për ata që nuk kanë një njohje apo një lidhje, viti 2026 ofron mundësi për të takuar njerëz me personalitete të forta. Ndikimi i Jupiterit rrit shanset për njohje të reja dhe kontakte shoqërore. Megjithatë, është mirë të mos bini në graskën e imazheve ideale. Marrëdhëniet që do të lulëzojnë janë ato që bazohen në në ndikime të mira dhe pozitive dhe gjëra të mënyra më krijuese që mund keni në botën emocionale, e cila do ndihmon të menaxhoni presionet. Viti ju kërkon të thelloni kuptimin tuaj për veten përmes marrëdhënieve tuaja. Të vendosni kufit pa humbur ngrohtësinë dhe lidhjen me tjetrin apo tjetrën. Aspektet e aktivizuar me Marsin dhe Saturnin në marrëdhënien kërkojnë durim dhe qëndrim pjekurie, veçanërisht në tensione ose mosmarrveshje. Rezultati mund të jetë një lidhje thelbësore që i reziston kohës, e drejta, mundësia dhe rëndësia që juve i jepni. Në anën profesionale financiare, në një nivel profesional viti 2026, sjell mundësi për të marrë përgjegjësi dhe role të udhëheqëse më të mëdha, por në të njëjtën kohë rrit kërkesat për planifikim dhe përqendrim. Hyrja e Saturnit në shenjën tuaj vepron si një nxitje për të sjellë rend dhe disiplinë në ambicet tuaja, ndërsa ju nxit gjithashtu të shmangni lëvizje të nxituara që mund të jenë të dëmshme për juve. Do t'ju duhet të njihni me se në çfarë shtigjesh do kaloni. Ju i zbatoni me rigorozitet, e cilët mund t'ju shkaktojnë edhe disa gjëra në fillim të kuptoni arsyen, sepse punët i doni të jenë në plane afatgjat, që do të ndihmojnë të vendosni veten tuaj. Neptuni shton një mundësi dhe ju rikërkon disa ndryshime dhe nxitime, por kjo do të thotë pasiguri në çështjet financiare, veçanërisht nëse nuk ka një strategji të qartë. Kjo do të thotë që investimet dhe shpenzimet të mëdha duhet të bëhen me kujdes, ndërsa menaxhimi i burimeve kërkon vigjilencë të shtuar. Faza e mesme e vitit mund të sjellë shpenzime ose vonesa të papritura financiare, kështu që është thelbësore të ruani një perspektivë, një realitet dhe të shmangni optimizmin e tepërt. Përveç kësaj, aspektet ose ato që do të përballeni, dilema që keni, do t'i arrini qëllimit se do të përballeni me këta sfida me pjekurinë dhe qetësinë që duke shmangur impulsivitetin. Këmbgulja dhe stabiliteti do t'ju ndihmojnë të kapërceni pengesat dhe të dilni më të fortë nga ç'keni qenë. Për sa përket mirëqenies dhe çështjes tuaj fizike, energjia juaj fizike dhe mendore do të vihet në provë mjaft në vitin 2026. Dashi pasi ndikimet planetare sjellin tension dhe paqëndrueshmëri në nivelin e energjisë dhe humorit tuaj. Këndet me Marsin dhe Saturnin intensifikojnë kërkesat duke rezultuar në rritje të stresit dhe lodhjes. Është e rëndësishme të kujdeseni për veten tuaj për gjërat që doni të bëni. Nuk do ishte e keq që në fillim të vitit, nëse do flasim për sa i përket
çështjeve që janë në fillim të janarit do flasim për muajt pastaj, por hyrja përse përket shenjës së dashit janë këto ndikime, por gjithashtu ka të bëjnë dhe menaxhimin e punës suaj, sepse do t'ju duhet të bëni në një mundësi relaksimi, sepse do t'ja vlej për sa përket kujdesit që thelbësor për të ruajtur ekuilibrin dhe veprimet për të rikuperuar problemet. Një këshill për sa përket juve të kësaj shenje. Për të përfituar sa më shumë nga viti 2026, nevojitet ndërgjegjësim, stabilitet dhe përshtatshmëri. Vallëzimi planetar i vitit ju bën thirrje që të mos nxitoni në impulsivitete. Keni kujdes nga grackat e idealizimit dhe egzagerimit, sepse egzagerimi dhe mos keni frikë të refuzoni atë që është përfunduar në mënyrë që të ndërtoni mbi një themel më të fortë, investimi, vazhdueshmërie në marrëdhënie që ju mbështesin dhe thellimi i vetdijes që do t'ju ndihmojnë të merrni vendimet e duhura. Mësoni të përshtateni me të papriturat, pa humbur kontrollin e ndikimeve tuaja. Fleksibiliteti do të jetë çelësi për të përballur me ndryshimet e papritura që sjell Urani dhe për të përfituar nga mundësitë që hapen para jush. Së fundmi, mos harroni të kujdeseni për shëndetin tuaj, sepse i jepni hapësirë kreativitetit dhe gëzimit, në mënyrë që mund ta kaloni vitin me ekuilibër dhe forcë. Sepse shikoj çfarë ndodh. Ndodh ngadonjëherë që në lidhje me atë çka ndodh ose në lidhje me mënyrën, mundësinë që juve keni, është edhe koha dhe ndryshimi, për shkakun që bëhet ngadonjëherë dhe keq kuptimet apo keq interpretimet, por megjithëse kjo varet dhe komunikimi që juve keni. Tani, le të shikojmë dashur me 12 muajt çfarë do ndodhi. Shikojmë muajin janar. Fillimi i vitit fillon me një ndjenjë eksplorimi dhe emocioni, pasi këndi Merkur-Jupiter forcon dëshirën tuaj për të zgjeruar horizontet tuaja intelektuale dhe shoqërore. Është një periudhë që favorizon të mësuarit dhe zhvillimin e interesave filozofike ose shpirtërore. Por në të njëjtën kohë ju bën thirrje të shmangni përqendrimet e tepërta që mund të krijojnë pasiguri ose nervozizëm. Është e rëndësishme të mbani mendjen tuaj të përqendruar pa u rrëmbyer nga ëndrat ose idealizmi i tepërt. Këndi, afërdit Neptun, krijon një atmosferë romanze, dhe kjo romanz, ngjeshmëria dhe marrëdhëniet tuaja, duke nxjerrë në pa nevojat për lidhje të thellë shpirtërore dhe shprehje të rëndësishme të drejtë për të ardhmen. Megjithatë, tendencat për të marrë në dashuri që doni të keni në sigurinë tuaj është sinqeriteti dhe respekti. Në një nivel praktik, menaxhimi dhe financat për sa i përket muajit janar janë disi kërkojnë kujdes dhe përmbajtje, pasi energjia e favorshme, por është paksa e paqëndrueshme. Mund të çojnë në teprime ose rreziqe. Është e rëndësishme të planifikoni përpara se juve të keni të bëni një blerje apo të shmangni vendimet e nxituara, veçanërisht në investime ose shpenzime të mëdha. Me qetësi dhe planifikime të kujdesshme mund të vendosni një themel të fortë për pjesën tjetër të vitit. Kjo ndodh sepse ngadonjëherë në dashje apo pa dashje i kemi gjërat që nuk duket në plan parë se neve çfarë duam të bëjmë ose të blerje, por blerjet neve e planifikojmë, e shikojmë, pastaj i realizojmë. Muaji i shkurt, çfarë ndodh me shenjën e dashit? Muaji i shkurt, miqtë të kësaj shenje, duket se shkurti sjell një energji më të ndikuar që ju bën thirrje të merrni përgjegjësitë dhe të vini në rregull punën tuaj me strategji dhe disiplinë. Këndi Mars-Saturn krijon sfida që mund të kufizojë përkohësisht ose të shkaktojë vonesa, veçanërisht në çështjet profesionale, por kjo vështirësi do të jetë e vlefshme për forcimin dhe qëndrueshmërinë tuaj, zhvillimet dhe qëllimet tuaja. Durimi dhe metodika janë çelësat për të kapërcyer pengesat në një nivel mjaft pozitiv dhe mjaft kompleks. Periudha kërkon qetësi dhe realizim. Pasi tensionet e mundshme në grup ose në çështje pune ose bashkëpunoni ose keni një punë, një hap, një biznes të ri, jeni pak në siklet. Por në njerëzit përreth jush duan që juve të jeni në plan parë dhe të keni mundësinë për të ecur përpara në shumë të raste, dhe nëse që mund të keni nga persona të tretë.
është e rëndësishme të ruani ekuilibrin tuaj dhe të shmangni reagimet impulsive që do të përkeqësojnë situatën. Pikat tuaja të forta janë të brendshme që do të dalin në sipërfaqe përmes provave dhe jo vetëm kaq, por duke ju ofruar vetbesimin dhe mençurinë. Marrëdhëniet dhe partneritetet testohen në sfida që kërkojnë pjekuri dhe kompromis. Është një mundësi për të rivlerësuar se të dëshironi pranë jush dhe për të forcuar lidhjet bazuar në besimin dhe respektin. Si përfundim, shkurti është një muaj që jep themelët për stabilizimin dhe suksesin akademik. Për sa të shkurtit është ka dhe dy gjëra të rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, sepse shkurti ka nga mesi dhe nga fundi që janë ndikimet shumë të mira dhe momentet e arta që vijnë. Por ju e keni edhe një mundësi tjetër, sepse duke zhvilluar dhe ndryshuar gjërat është në momenti juaj dhe koha ideale për momentin që ju e keni. Marsi, çfarë ndodh me muajin Mars? Muaji Mars, miqtë e mi, fillon me transformime intensive të energjisë, ku ndikimi Jupiter-Pluton nxjerr në dritë struktura të vjetra që nuk i shërbejnë më evolucionit tuaj. Është një periudhë rishikimi dhe vendimesh të qarta në një nivel personal dhe shoqëror. Ju jeni të përgatitur dhe kjo do thot mos lini pas ato që i keni kufizim dhe të esni përpara me guximin dhe autocitetin tuaj, se juve jeni mjaft të ndikuar. Kur bëni autokritik për veten tuaj, imagjinoni për të tretët. Kjo është diçka shumë e mirë për juve, sepse Marsi është ndikues dhe kjo do të thotë keni guximin, duke dhënë hapësirë natyrës suaj të vërtet që të shkëlqej. Në të njëjtën kohë, këndi forcues i Marsit, ku është guvernatori juaj, dhe afërdita që rrisin pasionin dhe dëshirën për përvoja intensive emocionale. Duke krijuar në fushë me shprehje dhe krijimin tuaj, nevojitet kujdes për të ruajtur një ekuilibër midis pasionit dhe logjikës, duke shmangur teprimet ose mund të sjellë disa zhgënjime ose keqkuptime. Kjo mund të ndodhi nga mesi i muajit, profesionalisht dhe shoqërisht. Marsi hap dritare mundësish përmes ndryshimeve dhe inovacioneve të paparashikueshme. Aktivizimi i Uranit inkurajon përshtatshmërinë dhe të mendurit dhe jo vetëm kaq, kurse ndërsa Saturni ju kujton rëndësinë e realizimit të strategjisë. Kjo dinamik e kombinuar ju ndihmon të përgatiteni për hapa të rëndësishëm në një të ardhme të afërt. Kjo vlen shumë sepse duke pasur parasysh mënyrën se si ju i bëni gjërat ose koha që është mjaft fantastike në zgjidhje të punës, sepse muaji Mars është dhe muaji më i mirë juaj për sa i përket gjërave që do të ndikojnë dhe periudhat ku ndodhin fenomenet nga fundi i Marsit dhe fillimi i prillit, ku ka një kuptim shumë të madh në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshime dhe vendime që mund të merrni, por gjithsesi muaji Mars është një ndikim dhe vazhdimsi. Nga ana tjetër e keni dhe mundësinë, sepse deri nga data 18-19 prill, ku gjërat do jenë shumë më të fuqishme dhe momente që do të keni në anën tuaj. Për sa i përket muajit prill, muaji prill ka një ndikim që mund të ketë ndikues ose në lidhje me ndryshimin dhe mundësitë e arta që do të keni në këtë muaj kaq të rëndësishëm, është periudha dhe koha që karakterizohet nga lëvizjet dhe vendosmëritë intensive, pasi aktivizimi i Uranit së bashku me ndikimin e Saturnit ju japin mundësinë për të vendosur ndryshimet që dëshironi me stabilitet dhe inovacion. Është muaj ku iniciativa dhe durimi punojnë së bashku për të kthyer idetë në realitet, me një dëshirë të fortë dhe për të shpëtuar lidhjeve të vjetra. Emocionalisht, marrëdhëniet tuaja që mund të nënshtrohen sprovave ose ripërshtatjeve, ndërsa kërkesat dhe rrethanat ndryshojnë. Kjo trazirë vepron si një mundësi për pjekuri dhe thellim, duke ofruar mundësinë për të forcuar stabilitetin dhe ndikimin e madh me bashkëveprimin tuaj, me mundësinë dhe kohën tuaj. Në të njëjtën kohë, ndikimi i Plutonit ju kujton nevojat për ndryshimet mjaft të mëdha që do të keni dhe të thella të brendshme për sa i përket situatave të vjetruara. Edhe pse tensioni
mund të krijojë momente pasigurie, sepse keni shumë për të ndryshuar. Ky proces është i nevojshëm për ripërtëritjen tuaj të brendshme dhe krijimin e një lidhje me kuptim plot për veten tuaj, sepse muaji prill është muaji i ëndrave, është muaji më perfekt. Dhe duke pasur parasysh të kuptoni, në muajin prill mund të keni dhe një ndikim shumë të madh në lidhje me një favorizim që do të keni në lidhje me anën e ekonomisë, në lidhje me një çështje se nëse do të takoni persona të rëndësishëm, do të takoni disa gjëra që nga data 4, 7, 18, 19, 20, 22, është një moment mjaft historik, që mund thuhet, edhe momentet që keni, pastaj ajo do të shikoni dhe se do vërtetohet gjatë kohës, sepse viti ka shumë të papritur për juve të shenjës së dashit, dhe prandaj e kam të detajuara për këtë vit, për të kuptoni dhe juve kur është muaji më i mirë për të marrë për të riskuar dhe të fituar, të kjo bie dhe ndikimet që janë për të mëdha. Por nuk diskutohet kjo se është koha më e mirë që mund të keni në këtë drejtim në muajin prill. Muaji maj. Për muajin maj, të dashur miq, për juve që keni pasur çështje ligjore problematike. Dhe kjo do të thotë që muaji maj sjell lëvizshmëri intensive shpirtërore dhe sociale, pasi Urani ju shtyn të hapni shtigje të reja dhe për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. Nevojat për shprehjen autentike dhe liri bëhet më intensive dhe mund të lindin mundësi ose ndryshime të paparashikuara që kërkojnë përshtatje të shpejtë. Kjo energji pozitive ju motivon të provoni ide të reja dhe të rishikoni kufijt tuaj. Në marrëdhënie ndërpersonale ekziston nevoja për ndershmëri dhe çlirim nga ajo që ju kufizon. Mund të ndjeni dëshirën për të lënë pas angazhimet e vjetra dhe për të krijuar lidhjet më të mira dhe më të plota, sepse dhe spontane që shprehin më mirë veten tuaj në të vërtetë. Ky proces sjell freski dhe ripërtëritje në marrëdhënien tuaj. Megjithatë, ana financiare kërkon kujdes në këtë muaj maj, pasi trazirat që mund të krijohen nga pasiguritë, nga një takim ose nga një bisedim që mund të bëni, është e rëndësishme të ruani shumë edhe kohën e duhur për të bërë bisedime. Është mirë të anashkaloni debatet të rëndësishme. Të ruani ekuilibrin midis dëshirës për liri dhe nevojës për stabilitet, duke planifikuar me mençuri dhe duke shmangur lëvizjet impulsive që mund t'ju ekspozojnë. Sepse muaji maj, për juve të shenjës së dashit, ka një ndryshim në lidhje mes asaj që është koha e duhur mbi takimet, vendimet dhe mundësitë të arta që mund të vinë, momenti ose periudha të tjera që keni në farë mënyre, por muaji maj ta keni parasysh nga Jorgo, juve të shenjës së dashit, nga data 15 deri në datën 25 është ky harkohor në lidhje me ekspozimet. Do keni shumë kujdes sepse do shpërthejnë shumë gjëra në muajin në këtë vit të 2026, por kjo varet pastaj nga individët që kanë probleme ose kanë pasur, domethënë dhjetëçi tret i shenjës së dashit, jo se kanë një problem shqetësues, se kanë kohën të gjithë të tyre për të trokitur. Për sa i përket muajit pasardhës, që do të thotë muaj qershor. Muaj qershor sjell një energji ndryshe me Plutonin që thekson nevojën për transformimin dhe përgjegjësitë, veçanërisht në çështjet e marrëdhënieve dhe financave. Është një muaj që kërkon që ju të merrni plotësisht përgjegjësitë tuaja dhe të bëni ndryshime të qarta, edhe nëse ato shkaktojnë tensione ose konflikt. Ajo që do duket vullneti juaj vihet në provë, por të njëjtën kohë hapen shtigje për rritje të brendshme të konsiderueshme. Profesionalisht, që mund të lindin sfidat që kërkojnë zgjidhje, mendime strategjike dhe stabilitet. Ndërsa tensioni që ndjeni mund t'ju lodhi shumë mendërisht dhe fizikisht, por nëse përballeni me vështirësitë me qetësi, mund të forconi pozicionin tuaj dhe të krijoni një themel të fortë për të ardhmen tuaj. Durimi dhe metoda juaj thelbësore, që është durimi, në marrëdhënien tuaj personale mund t'ju duket të pastroni lidhjet e vjetra që janë të konsumuara, që ju prishin punë gjatë rrugtimit tuaj, duke hapur në vend të trazirave dhe problemit qetësinë dhe ndershmërinë. Ndershmëria do t'ju ndihmojë të zbuloni se cilët njerëz e meritojnë vendin e tyre në jetën tuaj dhe cilët jo, ndërsa gjithashtu do t'ju shtyjnë drejt marrëdhënieve
të shëndetshme dhe më kuptimplot. Nëse do flasim, miqtë e mi, do flasim për shembull kush mund të ishte ndikimi më i madh ose pozicionimi i planeteve që jepet një mundësi e artë, se mos harrojmë që ta kuptojmë dhe diçka, se muaji qershor është muaji i qershive dhe muaji i qershive ju ndikon shumë dhe ju jep mundësinë, sepse është ajo ndikimi më i madh, energjia që ju jep dhe koha e duhur për stabilizime. Nga data 1 deri me datën 11, për shembull, data 18 deri me 28, që keni mundësinë në këtë muaj që juve të shikoni çfarë do të bëni, kë doni të mbani afër dhe kë nuk doni. Më shumë unë besoj që nuk doni më shumë sepse keni bërë ndërkën gjetë që der ju, por është muaj për të shmangur dhe për të pastruar dhe për të evoluar për të ecur përpara. Do shkojmë tek muaji i radhës tani, do shkojmë tek muaji i korrik. Çfarë sjell korriku për shenjën e dashit? Korriku është një muaj tensioni dhe testimi, këndi Mars-Saturn, që sjell sfida kryesisht në çështjet e ndikimeve të mëdha, ambicie dhe vetshprehse. Presioni mund t'ju shtyjë në konflikte ose trazira të brendshme dhe nevoja për vetkontroll. Është e domosdoshme që çdo impulsivitet duhet të kontrollohet në mënyrë që të shmangni përballjen që mund të lë gjurmë në një nivel personal që mund të gjendeni përballë vendimeve të rëndësishme në lidhje me rrugën tuaj dhe përdorimi i fuqisë suaj personale, i mendjes dhe jo i krahut. Presioni i brendshëm vepron si një levë për zhvillimin dhe për sa kohë që i menaxhoni emocionet tuaja në mënyrë korrekte, shmangni egzagerimet. Nëse arrini ta transformoni tensionin dhe në dinamizëm dhe krijim, mund të hapni horizonte të reja. Marrëdhëniet tuaja shoqërore dhe profesionale që mund të vihen në provë ku detyrimi, mirësia dhe komunikimi i mirë janë çelësi kryesor i jetës suaj të këtij muaji. Shmangja e konflikteve për gjërat vogla dhe përqendrimi i qëllimeve afatgjat do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin tuaj dhe të ecni përpara me vendoshmëri, sepse gjithmonë korriku ka mundësi dhe çështje të rëndësishme në ndryshimet dhe në marrjen e vendimeve dhe të kohës së duhur që juve do të keni. Ajo që do duket për korrikun unë ju them që ka diçka, dy gjëra kryesore. E para është ajo çka dua të bëj. E dyta mund të keni debate ose gjëra të kësaj natyre 15-2, që ta kuptoni kështu trash. 15-2 kërkon vëmendje sepse përgatiteni për muajin tjetër, pastaj edhe për muajin gushti vërtet është muaj bosh, në fakt, po me qenë se keni ata kufizimet e juaja juve, duhet pasur dhe vëmendje. Por gjithsesi marrëdhëniet dhe ndikimet fshihen nga memoria problematika që keni pasur, por është edhe ajo që juve jeni me këmbë tokë dhe dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku shkoni, sepse muaji korrik ka dhe paran, ka dhe ndryshim pune, ka dhe shumë gjëra të tjera që lidhen me dashurinë, lidhen me mundësinë, lidhen me lidhjet e reja. Do shkojmë tek muaji i radhës, tek një muaj që forcon imunitetin, u jep mundësi në takime pune, por dhe dashurinë e munguar, që është muaji i gusht. Për sa përket muajit gusht. Muaji i gusht sjell një periudhë qetësie dhe rindërtimi, ideale për të shlodhur dhe për të rimbushur bateritë tuaja në pritje të kërkesave të vjeshtës. Këndet planetare bëhen më mbështetëse, duke ju dhënë hapësirën për kujdesin ndaj vetes dhe ripërtëritjen e brendshme. Është e rëndësishme të kushtoni kohë vetes, të relaksoheni dhe të ripërcaktoni qëllimet dhe prioritetet tuaja. Jeta shoqërore fiton ndikimin e madh dhe pozitivitetin, mundësi për njohje të reja dhe forcimin e lidhjeve ekzistuese. Energjia pozitive që krijon terren për ripërtëritje të marrëdhënieve. Nësa ju shtyn gjithashtu të shprehni më lirshëm dhe më të sigurt, meqense mirëqenia juaj e ndikimit të madh të anës shoqërore dhe të shëndetit funksionojnë së bashku në harmoni. Financat, stabilizimi bëhet një përparësi kyçe, shmangje lëvizjeve të nxituara dhe shpenzimeve të tepërta do të ruajnë me ekuilibrin tuaj dhe do të lejojnë planifikoni të ardhmen me qartësi më të madhe. Përqendrimi në anën e praktikës do të jetë mjaft mirë sepse do të keni paqe të brendshme.
do t'ju ndihmoj të përfundoni muajin me optimizëm dhe gatishmëri për sfidat e reja. Ajo që do të keni, sepse muaji gusht ka lidhjet që bëhen në muajin gusht mbas datës 17 deri në datën 28, ku është një mundësi shumë e mirë për lidhjet që do të bëhen, dhe kjo varet individ pastaj kur ndodh fenomeni, sepse kemi edhe diçka që mundet të niset pak më vonë, po ajo që unë e them sepse ka të bëjnë me anën pozitive dhe kohën, sepse juve të shenjtë se dashni jeni koherent me atë që ka ndodhur. Edhe mirë është në këtë harë kohor të muajit gusht, sepse nga shtatori tutje do të kemi lidhet shumë me dashurinë, pastaj edhe puna është stabilizuar nga janari deri në muajin gusht, pastaj keni gjithë kohën tuaj për dashurinë, dhe dashuria që fillon nga data 27 gusht edhe në muajin që do flasim, ka tjetër ndërtim dhe tjetër pikësënim. Le të shkojmë tek muaji i radhës për shenjën e dashit, që do shkojmë tek muaji shtator. Muaji shtator hapet me lëvizje intensive, ndryshime planetare që do të ndikojnë në jetën e brendshme të jetës së anës shpirtërore të dashit. Plutoni vazhdon të ushtrojë ndikim dhe të nxjerrë në pa nevoja të thella për ndryshim dhe shërim nga strukturat e vjetra që nuk i shërbejnë më zhvillimit personal. Është një periudhë ku ju jeni gati të njiheni me ndikime të reja, me blerjen e një shtëpi të re, me një njohje ta ktheni në lidhje serioze, një çështje profesionale merr fund. Në të njëjtën kohë, Urani vazhdon të forcojë nevojën për ndikimin dhe inovacionin, duke shtyrë për zhvillime të ndikuara pozitivisht tek juve, dhe kjo do të thotë që ju shtyn për sa i përket çështjeve dhe ndikimeve të mëdha. Ju mbron shumë nga përçarjet, ju mbron shumë nga thashathemet, dhe pikërisht prania e Saturnit gjatë muajit thekson disiplinën dhe menaxhimin e përgjegjësive, por edhe domosdoshmëri për të konsoliduar lidhjen tuaj me baza të forta. Kjo do të thotë durim, kjo do të thotë stabilizim, kjo do të thotë çelësi i suksesit, që është dashuria e pastër e çiltër dhe pa prova dhe pa thashatheme. Komunikimi në marrëdhënie që mund të sjellin ndikime shumë të mira. Në të njëjtën kohë, komunikimi dhe marrëdhëniet ndërpersonale ka nevojë për vëmendje, pasi këndi Mërkur-Neptun mund të krijojë disa ndikime dhe sinqeriteti luan një rol shumë të rëndësishëm për juve miqtë mi të dashur, sepse ka të bëjë shumë. Shtatori është muaji i vendosmërisë, është i bashkëjetesës, i nevojës, i ndryshimit, i fëmijëve. Një shtatzani është e mundur në muajin shtator për ju të shenjtë të dashit, nëse keni një njohje dhe duani ta ktheni në lidhje serioze ose direkt për një arsye, sepse nuk pret dhe koha, ju e prisni diçka të tillë në lidhje me çështjet e shtesë familjare. Kjo periudhë përgatit terren dhe vendime dhe veprime të qarta brenda muajit të ashëm, ku do të keni mundësinë dhe është koha më e mira e mundshme, sepse nëse do flasim në lidhje me ndikimet ose koha e duhur, se unë e kam thënë të madhe shtatori, pse është muaji të vjelave, është muaji perfekt, është tendenca e familjes së pastër dhe e njohjeve të reja për ju që nuk keni një njohje, por do keni, nëse jeni në pritje për një shtatzani ose një pasardhës, është dhe koha shumë e mirë e muajit shtator. Prandaj mos e lini pas dore, e boll tani nga janari deri në gusht. Sa do shkojmë tani, edhe sikur për Floririt ishte, do ishin përfunduar gjërat. Dhe tani keni mundësinë e dashurisë dhe stabilizimit të jetës suaj, prandaj bini pas muaj shtator, mos ma lini pas dore, sepse ka shumë surpriza në atë çka doni të bëni. 15 dytë një herë nuk e vën dyshim, ndikimi më i madh që mund të jetë ndonjëherë. Do shkojmë tek muaji tetor, çfarë na ofron dhe çfarë na ndryshon për shenjën e dashit. Tetori duket se sjell kulmin e ristrukturimit për ju. Dashur, aspektet midis Saturnit dhe Neptunit përforcojnë nevojën për qartësi vetdije, por dhe nevojën për të ecur përpara në nivel personal, profesional. Kjo periudhë mund të sjellë përballje të brendshme nëse jeni në një punë dhe doni që të ndryshoni punë. Dhe kjo ju bën për të duhet me firmosni një dokument me forcë. Dhe këtë keni kujdes miqtë mi të shenjtë së dashit, sepse në tetor do ndodhin shumë ndryshime dhe çështje të paqëndrueshme. Por ju jeni gati të qëndroni me guxim përballë vështirësive që mos të shmangni përgjegjësitë, që mund të sjellin këto dilema. Në të njëjtën kohë, ndikimi i Marsit, studimtari juaj, i shenjës suaj, bëhet më intensiv
dhe lejon përgjigjen aktive ndaj sfidave. Ju ndjeni nevojën për të lëvizur me vendosmëri dhe për të hedhur themelet për ndryshimet të qëndrueshme që do të zgjasin shumë. Kreativiteti dhe dinamika juaj manifestohet fuqishëm, por kërkohet kujdes në mënyrë që të mos mbivlerësoni pikatuar të forta ose të veproni impulsivisht. Thellimi shpirtëror dhe ndërgjegjësimi për këndet ndikime të reja që janë në anën tuaj sjellin ripërtëritje në punë, në bashkëpunimin tuaj personal. Mund të lindi mundësia për sa i përket disa çështje që kanë të bëjnë me punën ose disa gjëra të tjera që do të ketë ndikim shumë të madh në anën e punës suaj. Duke pasur parasysh miqtë e mi të kësaj shenje, duket se në lidhje me tetorin, tetori është mjaft ndikues, por do të keni kujdes sepse jeni në një punë, doni të lëvizni. Këta tipat, më thonjza, duan që juve të firmosni një dokument që ky dokumenti thotë nuk është asgjë më firmose, sepse dakor ti do lëvizësh dhe ke këtë ku diun çfarë mund t'ju thonë juve, por jo miqtë e mi. Unë do t'ju thosha që bëni pa kujdes në këtë aspekt, jo vetëm ta firmosni, por nuk ju përket juve, sepse të tjerët e dinë që juve jeni të punës, jeni shumë gjëra që keni, por muaj tetor juve ju hap syt, ju jep mundësinë të bëni gjëra aty ku juve nuk e prisni, sepse dashuria munguar, lidhje me punën e re, lidhje me rolin drejtues dhe shumë gjëra të tjera do t'i keni mundësitë për ta zgjidhur dhe kjo është momenti dhe mënyra më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje problematike dhe gjëra të tjera. Le të hedhim një sy muajt nëntor. Çfarë ndodh me nëntorin dhe ku duhet bëjmë kujdes? Muaji nëntor, miqtë e mi të shenjës së dashit, shënon një periudhë mjaft ndikuese nga përvoja e së shkuarës. Prania e Plutonit në rreshtimet të rëndësishme, në vende të rëndësishme, tregon transformimin dhe vazhdimsinë me intensitetin duke sjellë ndryshime të thella në ndikimet më të mëdha në marrëdhëniet tuaja, që është një muaj që kërkon guxim për të përballur me ndikime të mëdha të brendshme dhe për të përfunduar në ciklet që kanë mbetur hapur duke synuar çlirimin dhe evolucionin personal. Këndi midis Saturnit dhe Neptunit vazhdon të veprojë si një udhërrëfyes për pjekurinë shpirtërore, duke i kujtuar nevojën për qartësi dhe realizëm. Pavarësisht rrezikave emocionale dhe mendore që mund të ndodhin, vetë disiplina dhe qëndrueshmëria ka të bëjë shumë në lidhje me punën vendimtare dhe në përfundim do jetë suksesi më i madh i garantuar në projekte ose marrëdhënie të rëndësishme. Nëntori gjithashtu mund të sjellë ndryshime ose sqarime në çështje me vlerë financiare ose personale. Pasi rrethanat që po marrin formë, kërkojnë rishqyrtim në prioritet. Dëgjoni instinktin tuaj të brendshëm. Veproni vazhdimisht me interesin tuaj të vërtet, sepse shumë njerëz do duan në këtë muaj nëntor të ju japin disi një farë kuptimi për asaj çka jeni, ose do t'ju flasin domethënë që juve keni një ndikim ose keni diçka që mund të thoni se si dhe se çfarë, por muaji nëntor është muaj gjithmonë vështirë në atë çka do të bëjnë, sidomos shenjat e zjarrit, ku juve bëni pjesë të shenjave të zjarrit të ditës së parë dhe ditës së tretë. Dhe gjithë historia do luhet një rol shumë i rëndësishëm për juve, sepse juve e keni mundësinë për të zgjidhur çështjet nga më problematiket dhe gjërat më të mëdha që do të bëjnë. E keni me punën, e keni me karrierën dhe ndryshimet të mëdha që do të jepen nga ky drejtim dhe ky pikësynim që juve i vini veshin ekonomisë dhe stabilizimit. Le të hedhim një sy muajt dhjetor. Çfarë ndodh për muajin dhjetor dhe çfarë duhet bëni kujdes në këtë muaj? Fundi i vitit, juve të shenjës së dashit, ju jeni në një fazë përfundimi dhe transformimi të brendshëm pozitiv. Këndet planetare që u nxisin të mbyllnin ciklet e vjetra me mençuri dhe me vetdije, duke hapur rrugën për fillime të reja të vitit 2027. Dhjetori sjell energji intensive për të hapur dyert e reja, veçanërisht në çështjet që lidhen me rritjen personale, marrëdhënie dhe financat. Integrimi i përvojës të vitit filan pas është një temë, një ndikim mjaft i madh për juve, sepse do menaxhoni, do të keni mësuar shumë gjëra dhe në çështje ekonomike financiare, do keni rritje në detyrë, rritje rroge.
Dhe kjo do të thotë aspektet dhe këndet planetare ju inkurajojnë që t'jeni në rol udhëheqës. Ndikimi i Plutonit thekson se transformimi personal është i panegociueshëm dhe i vlefshëm. Dhe nëse shoqëroheni apo keni mundësinë në disa vështirësi të vogla që mund të keni, për fund i vitit është koha e duhur për të vendosur qëllime të reja me pjekuri dhe besim. Edhe kjo është diçka shumë e madhe në anën tuaj. Kto ishin miqtë e mi për sa i përket pikërisht juve të shenjës së dashit nga janari deri në dhjetor. Por gjatë ditëve, gjatë ditës, javës, do kemi dhe shenjat me radhë, meqense janë çdo shenjë ka hapësirën e vet dhe janë të shumta ata që unë dua që t'ju them me qartësi dhe kujdesin që bëhet. Pastaj që varet në individ, për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive, për sa i përket ose keni një problem ligjor se do bëhet fjalë për çështjet ligjore dhe kjo do të shikohet pastaj në anën tuaj, por unë para se t'ju lë, para se t'ju përshëndes, unë ju rikujtoj dhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe doni një parashikim vjetor. Parashikimi vjetor është agjenda vjetore 365 parashikime. Këto parashikime mund t'i merrni, ndashtë mund t'i shkarkoni nga kompjuteri në bazë të datës lidhjes suaj, në bazë të dhënave që keni, ose të flasim nëpërmjet Viberit ose WhatsAppit se si funksionon shërbimi. Nga unë, Jorgo Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Një vit të mbar, të begat në çdo aspekt. Shtëpi e bukuri, gaz e lumturi në familjen tuaj. Gjithë mirat.